Puna për lirimin e hapësirave publike në qytetin e Shkodrës po vijon. Ditën e sotme, Inspektorati Mbrojtjes së Territorit ka ndërhyrë pranë shkollës 9-vjeçare Ndërmjeda për prishjen e një objekti i cili kishte funksionuar si servis për automjetet. Imi të mbështetur dhe nga policia bashkiake ka zhvilluar këtë aksion me qëllim çlirimin nga ndërtimit pranë shkollës si dhe rritjen e sigurisë për nxënësit. Aksioni u ndoq nga afër nga kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, i cili deklaroi se puna për lirimin e hapësirave publike në funksion të shkollave dhe ambienteve mes pallateve nuk do ndalet në asnjë moment si pjesë e një angazhimit për një qytet më të rregullt dhe më të sigurt për komunitetin. Ky është, do thoya, vetëm fillimi i ndërhyrjeve, ka qenë një rast po të thoya jashtëzakonisht shqetësues për ne. Imagjinoni ky servis me mjete, makine që është krejtësisht derën e shkollës. I legalizuar dhe na është dashme për disa procedura për ta liruar, krejtësisht në trotuarin e saj, por si këto kemi shumë objekte të tjera në shkolla të cilat do ndërhyjnë. Kështu që me kënaqësi them sot e mëtej do lirohet edhe jo vetëm hapësira për nxënësit, jo vetëm do ulet rrezikshmëria, por njëkohësisht edhe trafiku i zonës, sepse siç e shikoni është mund në mes të rrugës, mund në trotuar, mund në derë të shkollës, një akt më flagrant i papërgjegjshmërisë, do thoya, të vendimarrjeve në kohë caktuara është ky. Po me kënaqësi them që sot ne lirojmë edhe një hapësirë tjetër, siç po lirojnë në përgjithësi në Shkodër, dhe kryesisht shkollat janë në prioriteti jonë. Absolutisht është domosdoshme. Ne kemi filluar më herët me këtë pjesë zonës, por u vonuam për arsye të procedurave me këtë objekt, por gjithë puna që bëhet është jo vetëm për shkollën, edhe për hapësirat mes pallateve, por sigurisht shkolla është për ne ndjeshmëria kryesore dhe siguria e fëmijëve në hyrjen dhe ndaljen e shkollës. Pak kohë më parë, po në këtë zonë u bë një tjetër ndërhyrje për lirimin e hapësirave publike si dhe prishjen e disa ndërtimeve paleje, duke bërë këtë zonë më të aksesueshme për lëvizjen e qytetarëve.